Ndoshta historia e Ballkanit duhet të jetë e unifikuar dhe shkruar, pse jo nga një grup mixt evropian i përbërë nga historian anglez apo francez apo jo, pra ta shkruajnë të tretat historinë e Ballkanit dhe gjithë fëmijët e Ballkanit mësojnë të njëjtin version të historisë për tokën e tyre. Ne znam kako da li je to uopšte možno, to bi bila... Është e mundshme kjo do të ishte një shembull botëror presedant. Ajo unë që mendoj për historinë se duhet të jetë historia në parim lexohet përmes vendimit politik. Nuk e shkruajnë historianët. Sepse historianët dinë të jenë historikisht të helmuar, ashtu edhe si çdo politikan, çdo herë ka vendim politik, cilat evente historike janë të rëndësishme për këtë elitë politike. Nëse ne tani vendosim që bashkëpunim me shqiptarët që janë fakte, është e rëndësishme për ne, ajo do të mësohet në tekstet tona shkollora. Pra duhet të merrni vendim politik, mos të frikoni nga ajo. Historianët vetë nuk do të vendosin këtë. Ato do të friksohen. A është mirë apo keq nuk e di. Duhet të sillet vendim. Ne kemi histori, kjo do të jetë rëndësi për ne. Nëse është bashkëpunimi i rëndësishëm me shqiptarët, kjo do të mësohet.